Përshëndetje të dashur miq, jemi sot me motin në prone për ditën e shtunë. Edhe pse jemi në vjeshtë, temperaturat e nxehta ende nuk na kanë ikur, e cilat janë ato në vendin tonë, tani i shohim së bashku. Prishtina me minimalën 8 dhe maksimalën 27. Prizreni 11 deri në 27 gradë. E tani shohim Gjilanin me temperatura nga 9 deri në 27. Shohim Ferizajin nga 8 deri në 26 gradë më e larta. E tani dalim në Gjakov, Gjakova do ketë minimalën 10 dhe maksimalën 26. Podujeva nga 8 deri në 27 gradë. Po ashtu Mitrovica minimalën do ta ketë 8 dhe maksimalën 27. E Peja 11 deri në 27 gradë Celsius më e larta. E po ashtu në rajon bizotrojnë temperatura pothuajse të njëjta. Tirana nga 12 deri në 27, Vlora dhe Ulqini 16 me 25, Shkupi 8 me 27 dhe krejt në fund Ohrit 8 deri në 23 gradë Celsius. E ndërsa në Evropë veç se ka filluar të ketë më të shi. Zyrich 8 me 19 dhe shi, Gjeneva 7 me 18, po ashtu më të shi, Berlini 7 me 16, Stuttgarti 6 me 19, Frankfurti 6 me 17 gradë, Mnihu 6 do ta ketë minimalën, ndërsa maksimalën 20. Roma 18 me 28, Milano 14 me 24, Stamboli 15 me 24 dhe krejt në fund Gothenburg 8 deri në 11 gradë Celsius, po ashtu do ketë më të shi. E nesër do ketë temperatura rreth 8 deri në 26 gradë më e larta dhe na pret më të me diell. E ndërsa për 5 ditët e ardhshme do të ketë më të me shi dhe cilat janë temperaturat i shohim tani. E hënë 2 deri në 14, e martë 7 deri në 17, e mërkur 9 dhe 16 do të jetë maksimalja, e ejtë 9 me 20 dhe e premtja 7 deri në 16 gradë Celsius më e larta. Pra, ky ishte moti përgatitur nga Prone. Faleminderit për vëmendjen tuaj e ju vazhdoni të qëndroni me ne. Nga unë Restina, miru pafshim.